Si qke qane ashtu këmbet, kur nuk themi lam të mi, tu na ke vjet për vjet. Radomi, radomi, si qke qane ashtu këmbet, kur nuk themi lam të mi, tu na ke vjet për vjet. Shpirtin time kam tek ty, një cotok që m'kam vet. Nana me ka linda ty, atje kom qef me vdek. Nana me ka linda ty, atje kom qef me vdek. Radomi, radomi, si qke qane ashtu këmbet, kur nuk themi lam të mi, tu na ke vjet për vjet. Radomi, radomi, si qke qane ashtu këmbet, kur nuk themi lam të mi, tu na ke vjet për vjet. Sa her unë në do të vi, e kam pasi amanet. Një ujtë sot për me pi, të borimi që din vet. Një ujtë sot për me pi, të borimi që din vet. Radomi, radomi, si qke qane ashtu këmbet, kur nuk themi lam të mi, tu na ke vjet për vjet. Radomi, radomi, si qke qane ashtu këmbet, kur nuk themi lam të mi, tu na ke vjet për vjet. Radomi, radomi, si qke qane ashtu këmbet, kur nuk themi lam të mi, tu na ke vjet për vjet.
Chiamate posti con noi, non ti muovi te. Chiamate posti con noi. Se non è Te ke kushanit moje? Të s'ko kushrama, jam njësoj krejt. Për shaka? Një është ta si një gjasi. Po si një hiq. A si një shta hiq, O se vej, a hep se me fajlën me hiq. Për në një të shukarën dhe të ma gjata jo. I kam shtjera. Se duhet. Ma preshi, si se la pensa di che dice tra lei, che dice chiaro. Io di notte. Znaš koja je? Shëndetje dhe gëzuar festën e 17 Trandëmirës. Como a rádio? Aí é, vocês cortam, aí é mãe, meus netos. Shefit në tjeta, burin forë. A do më nashë të
që do shpoj. Ja të gjitha sa. Eu tô fazendo. Fare festi e shoqëri. Po çfarë ndodhi në vërtet? Drejtues të saj filluan shigjetimet në trupin tonë shëndetshëm. Me lista fiktive në njerëz të pa informuar deshën të na përçajnë, herë duke premtuar pozicione nderi në shoqatën e tyre, herë duke respektuar në njerëzit tanë të ditur për të ligjëruar të ata. Madje, ka u krijuar akoma filluan të joshin edhe me certifikata vlerësuese. Pra qëllimi nuk ishte bashkëpunimi në partneritet, por shkrirja, sfumimi i shoqatës tonë. Ne kupto këtu në përkambjen në dignitetit të Radomirës e Radomirasve, që në shekuj kanë ditur ta mbajnë me nder. Kanë sakrifikuar dhe kanë dhënë jetën, por nuk janë gjynxuar në shtruar askujt. Radomira ka dashur flinësi të mirë e u do të mirën të tjerëve, por dignitetin në saj e ka parësor. Shoqata Korabi Radomir 25 maj organizoi takim të zgjeruar për këtë çështje dhe përcaktoi qëndrimin e saj të pjekur dhe të vendosur. Se radhë herë jam djerë krenar për bijtë e saj, për vendosmërinë e mbrojtjen e vlerave tona të përbashkëta. Edhe ndonjëri që patë lëkundje e gjeti forcën e arsyes dhe i falendrojnë nga zemra se e meritojnë të qenë Radomiras. E djej obligim të falendroj Këshillin Drejtues dhe gjithë pjesëmarrësit në takime. Sot jemi në fest dhe për hir të saj dhe të respektit për secilin pjesëmarrës nuk do të përmend emrat atyre që thyen vendimin tonë përbashkët. Pas festës do të mlidhemi e t'i analizojmë. Por publikisht për këta persona do t'i këshilloja që si thoshte Imam Jakub Pasipi, mos u bëni orë në dorë të ujë, pasi u kurdisin kur të duan e si të duan. Por mos harrojmë se çdo njeri prej nesh ta di, Radomira e shoqëria e saj u ka dhënë secilit hakun që ka merituar. Kur qëndrojmë së bashku ndërtojmë një shoqëri më të fortë dhe kemi një të ardhme më të sigurt. Të nderuar të moshuar që jeni pjesëmarrës në festë dhe ju që nuk keni mundësuar të merrni pjesë. Mos harroni të edukoni rinin dhe fëmijët tuaj me dashurinë për Radomirën. Tregojini nga historia e saj. Me konsiderat më të madhe për shok të mi intelektual. Si që dim, të gjithë bashkë Radomira ka pasur burra fisnik, bujar dhe trima, punëtore, blektor të shkëlqyrë. Merrni mundimin dhe shkruani ngjarje që keni dëgjuar e jetuar. Përshkruani figurat të Radomirës, legjenda e ndodhi. Ata që ka dim sot, nëse nuk e shkruajmë do të harrohet nesër, dhe brezat që do të vinë kanë të drejtë të na gjykojnë. Do ju mbështesim me të gjitha mundësitë tona. Të dashur të rinj të Radomirës, emrin Radomir duhet ta keni për nder dhe ta mbani me dinjitet. Për këtë duhet punë e përpjekje gjithë jetën. Tani sa jeni të rinj, studioni dhe bëni të ditur. Bëni të vlefshëm për vete familje tuaja. Qëndroni larg vecëve të kohës. Ju ftoj bashkërisht të afroheni në shoqatën Korabi Radomira. Ne kemi nevojë për energjinë tuaj, ashtu sikur se ju keni nevojë për eksperiencën tonë. Se bashku i shërbejmë më së miri vendit tonë, Radomirës tonë. Në këtë ditë feste, le të kujtojmë me respekt ata që kontribuan për zhvillimin dhe rujtjen e traditave të fshatit tonë. Le të shprehemi lojë për të gjithë ata që pavarësisht se jetojnë larg mbajnë gjithmonë Radomirën në zemër dhe japin kontributin e tyre për të mirën e saj.
Uroj që Radomira të vazhdoj të zhvillohet të ruaj vlerat të saj të rralla dhe të mbetet një vend ku brezat të rinj të gjejnë frymëzim, shpresë dhe krenari për në origjinën e tyre. Duke falendëruar nipat e mbesat tona si pjesë e gëzimit të përbashkët, u themi se ju duam, pasi të trashëgoni genet tona fisnike, miqë dhe dashamirës të në festën tonë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe fjalët e mira në adresë të Radomirës. Miku im i shtrenjtë Dëfrim Metasani, të falenderoj në emër shoqatës për gatishmërinë tuaj dhe moderimin e aktivitetit me profesionalizëm dhe dashuri për Radomirën. Ju jeni president i Federatës së Paqes në Shqipëri, po për ne jeni njëkohësisht një ambasador i shkëlqyer i Radomirës, e Radomirasve, kudo që shkel e në çdo ambient që ndodhesh. Biznesmen të nderuar, ju falenderoj përmas për kontributin që jepni për festën dhe Zoti ju shtoft pasurinë dhe lumturinë familjare e shoqërore. Të nderuar artist pjesëmarrës të festë, ju falenderoj për gjithë atë që ka zbukuron festën me talentin tuaj. Bashkëpunëtorët e mi, Doktor Murati, Zaim, Heredin, Islam, Bashkim, Jae, Sajmir, Dashkupa, Fadil dhe Vahap. U jam mirënjohës se bashku gjithmonë ja dalim kështu. Meritojmë respektin e njëri tjetrit, pasi është krijuar mundësia se vetëm ne u detyrohemi të gjithëve. Uroj të na gjejnë sa më pak të meta e gjithkusht nga pjesëmarrësit në festë të jetë i kënaqur. Qoftë kjo një ditë gëzimi, bashkimi dhe krenarie për të gjithë ne. Duke përfunduar, ju uroj të gjithë dhe gëzuar festën e Radomirës, vendlindjes tonë të shtrenjtë. Faleminderit. Faleminderit doktora Sandomi, ishte fjalë e rastit. Me këtë rast unë dua të ftoj këtu të gjithë kryesinë, sekretarin doktor Petrit Gjorgji. Ai që dëgjon emrin, ju lutem vjen këtu pa humbur kohë. Zaim Kupa për arsye objektive nuk ndodhet sot këtu. Heredin Madana, antari kryesisë. Bashkim Demollari, kush dëgjon emrin vjen këtu. Janë antarët e kryesisë. Vehap Daku, Ramazan Hima, Islam Ahmati, Sajmir Hima, Hafuz Domi dhe Dash Kupa. Do të gjigje për antarët e kryesisë. Kjo është kryesia e shoqatës Korabi Radomir, djem që me pasion dhe shpirt punojnë për vendin e tyre dhe ushqejnë brezave dashurinë për Radomirën. Dhe jam shumë i lumtur që sot shoh shumë djem dhe vajza, shumë fëmijë që vinë sepse ata sot marrin me vete Radomirën në kujtimet e tyre dhe pastaj vinë vetë. Nuk është të voj ato t'i sillni mo ju. Ndaj trashëgoni të fëmijët, niprit dhe mbesat dashurinë për vendin, se si vendi jot nuk është as i vend në botë. Ja ku janë djemt, i falenderoj të gjithë, qofshit bekuar nga Zoti sekretar. Falenderit, ju uroj mirëseardhjen secilit nga ju, i falenderoj edhe antarët e shoqatës për kontributin, falenderoj edhe sponsorët tanë, të cilët po na nderojnë këto vitet e fundit. Desha të gjej rastin të përshëndes rinin e Radomirës dhe të Kalas Dodës. Rinia është zgjuar dhe kërkojmë Shqipërinë e re. Dhe këtë Shqipërinë e re e kërkojmë vetëm nga rinia, sepse ne aq e bëm, aq ditëm ta bëjmë. Duke kërkuar te rinia, do të vinë të shohin madhështinë e Radomirës dhe të Kalas Dodës, janë trojet e të parëve tanë, do t'i dalim zotat dheut, o sot o kur. Edhe e gjej rastin të them, e keni ndorë mos e lëshoni as sheshin dhe as dëshirën për atë dheun. Jeni brezi mrekullueshëm, ju lumt. Faleminderit. Atëherë vazhdojmë tani, fillojmë koncertin, kënga e parë, natyrisht që nuk do t'jetë përveç se kënga e Radomirës, nuk do t'jetë këngë tjetër. Ai që i këndon në Radomirës është djali juaj, Arif Madana, një artist që me zërin e tij e ka bërë të njohur një nga 100 fshatrat turistik të Shqipërisë, Radomira me Korabin, me liçenin e zi, me lumin e Veleshicës, me ujtë e preshit dhe me zemrat e secilit nga ju. Faleminderit, Arif Madana.
Të lumë goja Arif Madana e të knoft zemra e mos u ndalë të asnjëherë zëri jotë si zëri i korabit. Falenderit. E thash edhe më parë që Radomira ka qenë një fshat dhe një zonë që ka besuar edhe në kohën e komunizmit në Zot dhe ka bërë rritët e saj fetare. Ndaj nuk i mungon do të sot këti takimi përshëndetja imamit të Radomirës, Rushit Ferati. E presim me dorë drogilje imamin e Radomirës për të bërë një përshëndetje në këtë mexhelis kaq të madh sa që nuk është parë ndonjëherë në këtë vend. Mirë se erdhe në shtëpinë tënde. Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Zotit, bamirësit përgjithshëm shirosit. Të dashur vëllezër dhe të nderuara motra, fort të respektuar të moshuar, të rinj, të reja, fëmijë të dashur, të nderuar banor të fshatit tim, si të gjitha ata misafir që na kanë nderuar me praninë e tyre sot në këtë ditë feste të Radomirës, unë si imam gjej rastin t'ju përshëndes nga zemra me përshëndetjen e bukur islame, Esselamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe rahmetit madhit Zot qofshin përmbi ju. Sot është ditë e veçantë për fshatin ton. Është një ditë ku shqiponjat e korabit kanë fluturuar nga Shqipëria e mesme dhe nga diaspora për të ardhur pikërisht në Djepin ku janë përkund, ku janë lidh janë përkund. Zoti i bekoft të gjithë ata që kanë marrë rrugën edhe kanë ardhur për të kujtuar vendlindjen e tyre. Është një ditë ku mblidhemi së bashku jo vetëm për të festuar, por edhe për të kujtuar se sa e rëndësishme është bashkësia, respekti dhe dashuria mes nesh. Në kohë të ndryshme, secili prej nesh përballet me sfida, angazhime dhe vështirësi. Por momente si ky aktivitet ne japin mundësinë të ndalemi për pak, të takohemi, të bisedojmë, të gëzohemi së bashku dhe të forcojmë lidhjet që na bashkojnë si një familje e madhe e fshatit të bukur Radomir. Falenderojmë Zotin e madhëruar për të gjitha mirësitë që na ka dhënë. Falenderojmë ato për shëndetin, për familjet tona, për bukën e përditshme, për tokën që na ushqet dhe për mundësinë që jetojmë dhe veprojmë në paqë edhe në komunitet. Shpesh herë njeriu kujton ato që i mungon, por harron ta falenderoj për atë që na e ka falë. Ndaj kjo ditë festive është një kujtesë që të jemi falënderues dhe Allahut fuqiplot për çdo të mirë që na e ka dhuruar. Të dashur të pranishëm, fshati ynë ka historinë, traditat dhe vlerat e veta që rrallë kush fshati ka. Këto vlera nuk janë ndërtuar brenda një dite. Ato janë trashëguar nga gjyshit dhe prindit tanë, të cilët me mund, sakrificën, dëshmëri, ndërtuan themelet e këtij komuniteti. Ata na mësuan të respektojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë kojshiun, të presim me buzëqeshje mikun dhe dashamirin dhe të jemi pranë atyre që kanë nevojë me sadaka dhe me dhurata. Sot këtë trashëgimi të bukur që brezat e parë në Elan, e kemi për detyrë të ruajmë dhe të apërcjellin brezave që do të vinë pas nesh. Të rit tanë janë pasuria më e madhe e këtij vendi. Ata kanë energjinë, dijen dhe ëndrat për ta bërë të ardhmen akoma më të mirë se sa e bëm ne. Ne duhet t'i mbështesim, t'i udhëzojmë dhe të krijojmë mundësinë që të rriten me edukat, me moral dhe me dashuri për vendlindjen e tyre. Një falënderim i veçantë shkon për të moshuarit tanë, për të vjetit tanë të nderuar. Ju jeni urtësia dhe mësuesit e këtij vendi. Jeni mësuesit e këtij komuniteti. Përvoja juaj është një thesar i çmuar për të gjithë ne. Ju falenderojmë nga zemra për mundin, sakrificat dhe këshillat që na keni dhënë ndër vite.
Zoti ju dhënë shëndet, jetë të gjatë, edhe mirëqenie në mesin e familjeve tuaja. Zoti e bekoftë Radomirën tonë, familjet tona dhe gjithë ata dhe ato që kanë ardhur sot tu. Ju faleminderit për vëmendjen, Zoti ju bekoftë ndërbreza, pasi gjithmonë kulturën, traditën edhe respektin për njëri tjetrin, si që kemi të shëngu, ashtu kalofshim me fe, me besim dhe me kohë. Jalla bjana. Sahmatin, që e pres këtu për një përshëndetje, kryeplaku i Tejsit. Nëse është këtu, organizatorët kanë menduar që të bëjë një përshëndetje, kryeplaku i Tejsit. E presim me duar trokitje. Faleminderit që je këtu, që punon këtu, që mendon për këtë vend edhe që i jep jetë këtij vendi. Faleminderit edhe për jush. Njerë i përshnes gjithë pjesëmarrësit që morën pjesë sot këtë fest tradicionale të Radomirës. Dhe u jam shumë kam gjithve dhe mirë banë që edhe ma shumë tjera vjetë që dhe të rinjit e të reja të shikojnë vendin se ku e kanë prejardhje. Do të falenderojnë e komunitetin vendas që kretë këto pije këto e kemi mbrojt me fanatisë. Këtë këto komunitetin këto. Ju falenderit gjithve. Faleminderit zot Ilyas, faleminderit dhe ju dhe gjithë banorëve këtu. Sponsorit kënesorë. Sponsorit, po një falenderim për gjithë sponsorit, një duar dogitje për ata që kanë dhënë nga familja e tyre. Vjetë edhe ma shumë. Vitin tjetër thot edhe më të madhe, thot kryeplaku, edhe më të madhe do ta bëjnë, se vazhdojnë të ardhur njerëz dhe sot e kuptova që oda që ka e vogël për miqt e Radomirës. U dash ka një odë më e madhe. Ndaj vitin tjetër do kemi edhe 2 çadra tjera. Faleminderit. Të vish këtu edhe mos një gjosh zërin e bilbilit të kësaj treve dhe të sajane Miftehim Kupa, është gjuna. është fat që e ka ky vend, e ka Dibra, e ka Shqipëria, njeriu që na dha dritë ne me zërin e tij, njeriu që meriton respektin e secilit nga ne, e presim me duar trokitje bilbilin e kësaj treve, e kësaj zone, bilbilin e Korabit dhe të Dibrës dhe Shqipërisë, Miftehim Kupa. Ja ku është që nuk ndahet nga miku i tij dhe kolegu i tij që në për festivale i kemi parë gjithmonë bashkë, respekte për ju të dy dhe qofshin gjithmonë të bekuar nga Zoti. E presim me duar trokitje zotin Miftehim Kupa. Prit. Ju urojmë gjithë misardhë dhe ju përshëndesim me kongën që do krojmë me Miftehim Kupën, 2-3 kongë tradicionale. Faleminderit dhe për shumë vite kështu vëllezërore, qofshit lumtur e gëzojni festa si kjo. Le ta shijojmë zërin në këtë duet brillant këtu në këtë madhështi të maleve. Yeah.
Duar trokitje për Fatmir Dakun dhe Mifterim Kupën. Goja dhe zemra që këndon aq bukur dhe që i bëne krenar këta njerëz dhe gjithë ne që ju ndjekim. Faleminderit. Respekte Fatmir Daku, respekte Mifterim Kupa. Zotit dhash jetë e ju paqim sepse jeni vlera artistike dhe njerëzore, jeni pasuri kombëtare. Faleminderit. Okej, i përcjellim artistët me duar trokitje. Do të ftojmë një poet shkrimtar ish mësues që ka edukuar shumë breza këtu. Ai ka qenë kryetar i shoqatës Korabi Radomir, babai një dëshmor i Tabdheut, babai të pavdekshmit Florian Delia. Jae Delia Selmani. E presim me dorë trokitje Jaen për një përshëndetje të shkurtër. Faleminderit Defrem që jep jetë çdo aktivitet i gjithë Shqipëri, bile dhe jashtë. Ju përshëndes gjithëve që keni ardhur në këtë festën e 17 të shoqatës Korabi Radomir. Inshallah edhe 117 të tjera do mblidhen kështu, do mblidhen breza. Jemi të Vorret e Vashave. Është një toponim që është trashëguar nga qindra vjet e që na bën krenar për atë histori që mbart ky emër, ku varroseshin vetëm vajzat e fejuara të pamërtuarat. Dhe tregon vlerësimin e madh që ka bërë në shekuj kjo zonë për femrën. Këtu jemi të Vorret e Vashave. Këtu mbaj mendun bëshin edhe lëmët e grurit apo të elbit e tjera. Këtu janë Vorret e Vashave, por pak rasa kanë mbetur. Tani unë kësaj i kam thurë një ballat para disa vitesh dhe mendoj ta lexoj. Është modeste, po paktën përkujton këtë ngjarje, këtë emër. Faleminderit. Vorret e Vashave. Vin të gushti, shinim lamën, festa e të lashtave, fëmijë isha, pyesja nanën për Vorret e Vashave. Përse gjalli, se kërcyen atë vëhore në luseve, se ato në zana u këthyen, gëzojnë e qeshin fushave. Se do bën një ditë zana, ato nuk e dinin. Nuk vunë boj, e nuk vunë kana me u martu me trimin. I gëzuar trimi priste, ditën e bekuar, thyhe zemra, Vasha vdiste, me pajt pa mbaruar. Vdiqën Vasha të fejuara, bashkë me vizjerinë, ato shkuan ëndërshuara, këtu e kanë shtëpinë. Vinin trimat e trishtuar, netëve hënë plotë, një burim ujkulluar, formuan me lotë. Iknin trimat shpirt mërzitur, se s'pan zanat Vasha. Ato tash në qilë ngjitur, në tokë të gurtat rasa. Mbyllja sytë e ndërroja në prerë të nanës, zanat në qilë i vështroja, në vale për rreth hanës. Ëndrat jo, por kurmi tretur që në kokë lashta, por se emri kështu ka mbetur për këto zana Vasha. Faleminderit. Faleminderit Jae. Ure suksesen, karierën tënde edhe në rrugtimin tënd artistik tashmë, duke shkruar gjithmonë për këtë vend. Faleminderit. Ju falenderoj të gjithëve për pranajnë tuaj në këtë ceremoni të bukur që i kushtohet vendlindjes sonë të dashur Radomir. Jemi kënaqur që jemi në Radomir, kudo që e përmendim, na jep një mendje të veçantë nga të gjithë ato që e kanë vizituar Radomirën dhe kanë edhe njohuri mbi historinë e saj. Të flasësh për Radomirën, për bukuritë e saj natyrore, për banorët e saj që kanë dhënë kontribute të veçanta në biografinë e saj të pasur, do një kohë të gjatë, por edhe pa folur për të, na duket një bëshrrëk në këtë mjedis të bukur që është organizuar sot nga shoqata e Radomirës. Bukurinë dhe vlerat e një vendi i ashtojnë më shumë të huaj,
ku shkruajnë për relievin e pasur të diversitetit të ambientit relaksues të Radomirës. Duhet përmend një fakt të shkruar që në vitin 1905 nga një shkrimtar italian ku përshkruan të rrugën e udhëtimit me moshka nga Kulla e Lumës ku bashkohen Didrinat në Kukës, kaluam pasaj thot Bicajn, Lusnën dhe përfunduam në qytetin e vogël të Radomirës. Në vitin 1930 e qenë brevlora pasi kishte vizituar pjeshkët e korabit, shprehej me fjalët më të goditura për natyrën tonë dhe e krahasonte atë me Tirolin e Zvicrës. Kohët e fundit një inxhiniere kosovare e profesionit të pijeve dhe kullotave ka shkruar gjatë mbi vlerat e pasura të bjeshkëve tona, duke na krahasuar me dolomitet franceze e më gjërë. Këto botimet e saj në ka botuar para 2 muajsh në një revistë të njohur të diasporës suedeze. Unë e ka shpërndar ato dhe në Facebook. Radomira ka një histori të pasur plot variacione, ku me të gjitha format ka mbrojtur me sukses kufijtë e saj, duke ndetur dhe gjak kundër fisëve me natyrë kaçake që ka tentuar disa herë të pushtojnë pasuritë tona natyrore. Duhet përmend dëshmorin Habib Kupa, plagosin e Sajdakut kundër fisit të kutarave të asaj kohe. Shembull të veçantë ka dhënë Baram Kupa i Zahmati që me organizimet e tire i larguan me dhunë fiset që ka tentuar disa herë të pushtojnë fisët tona. Ne si Radomir jemi krenar për Ibrahim Haxhi Gjorgjin, që na përfaqësoi në mënyrë dinjitoze në luftën e Lumës, ku ai është dëshmori i parë i asaj betejë. Në këtë vazhdimsi historie duhet përmend Haxhi Hasanin e Sërdoke, që konfliktet e pabesitë që krijuan horrat e fisëve të Zomës u dha një mësim të njohur përfundimi të merituar. Duhet përmend rolin pikant të një figure popullore siç është ai Molla Vebis, që me talentin dhe pikërinë e tij fetare të shkolluar mbajti të gjallë tërë harmoninë e banorëve të Radomirës. Ka dhe plot persona të tjerë që ka dhënë kontribute të veçanta në pasurimin e historisë sonë, si Rahim Daku, që në moshën 17 vjeçare ka qenë kryeplak i Radomirës, Zabit Halimi, që me eksteriorin e tij të veçantë së bashku me Xhaveliun Lalënxelën e të tjerë, bani të gjallë në çdo kohë harmoninë e fshatit të tyre. E tërë historia shekullore e Radomirës, që kemi jetuar dhe dëgjuar nga brezat, shërben sot si një tapi, ku do na përfaqësoj dhe mbroj pozitat e Radomirës ku do të jetë nevoja. Radomira sot drejtohet dhe reklamohet nga shoqata e saj e zgjedhur me të tëra kriteret ligjore dhe burrnore të banorëve të saj. Çdo tentativë që mund të bëhet për të na ombrellizuar si pjesë e shoqatave të tjera që krijohen kohë pas kohe është e kotë. Çdo përfaqësim që mund të bëjnë ndonjë banor joni në këto organizime është thjesht individuale. Radomira përfaqësohet vetëm nga organet e saj të zgjedhura. Faleminderit për kohën që më kushtuat. Faleminderit Fadil Dagu, bëre shumë mirë që i tërgove dhe këto shembuj, sepse duhet i njohin edhe brezat, edhe herojt, edhe njerëzit e mençur dhe njerëzit që kanë kontribuar për Radomirën. Doktor Petrit Gjorgji ka bërë një dhuratë sot, ai sjell grupin shumë simpatik, ansamblin. Suksese!
Bravo, bravo, një dorë të vite për artistët brillant. Sinqerisht, sepse erdha me zemër, në dashnor vishën një djali juaj që është intelektual dhe qytetar, komshi, shëmbullor që unë aty e kam lagje, faleminderit dash që edhe daja i familjes Kupa, ka marrë me mësusin e nga të partë në Radomir, në vitet 55-65, Bajram Çekiçi. Do ato vite për mësus Bajramin, që do të aftoj këtu, në emër të organizatorëve dhe me Xhelil Cibakun, mjeshtin e madh të sportit, por që ka qenë perfekt dhe ka ndikuar në krijimin e shoqatës Korabi Radomir. Është i ftuar nga organizatorët. Faleminderit të tre miqve në makinë, nuk e kuptova rrugën fare, duke biseduar për Radomirën, për vlerat e saj. Profesor Bajrami, çfarë të kujton ajo kohë, vitet 55-65, si ndihesh sot që kthehesh pas 40 vjetësh në Radomir? Unë kam qenë mësues për shumë vite. Ruaj respektin më të madh, sidomos për ato persona të cilin foli pak përpara e parafolsi, ato burra të mençëm, ato burra të Zotit që kanë qenë dikur këtu. Nuk do t'i përmeni unë me emra, por gëzohem ma shumë se si ato burra kanë lënë këto njerëz të cilët sot festojmë ne dhe gëzohemi shumë. Gjithmonë gëzime e të mira, u mbledh që ju edhe ne u vashim gjithmonë në gëzime. Do të vite për profesorin, që disa nxënës s'ke parë sot, që era ta e në bërë sot gjyshe, prej Gostivari ka ardhë sot njëri nga ju, Xhelil Ahmati, më s'ka bohëm, ajo me sak, Xhelil Ahmati. Zotje Bekov ka bërë 100 kilometër për të thënë që unë orta jam prej shtu, prej Radomire. Do ato vite për Xhelilin, ashtu, po që sot këtu e kam sheftja ja pak mikrofonin, ajde zoti Xhelil, mirë se edhe në shpinë tane të vjetër. Si ndihesh sot, sa emocion ke, dhe çfarë thot Gostivari për Radomire? Mirë se ju gjeta të gjithë, mësëm që ju shof mirë të gjithë, gëzime, festa, paçi, gjithmonë. Une jam biri Radomirës, si që të theksuat, i cili qysh si fëmijë në moshën 7 vjeçare, nga këto kodra pas kepit stogjit, u larguam me familjen për të marrë një rrugë e cila për mu ishte e panjohur dhe derisa ngjiteshim atyre kodrinave, shikoja tesin dhe mendoja valla do të kem mundësi ta shikoj të them prapë edhe njerë, sepse disha se kemi marrë një rrugë të do me thonë e cila ishte pa, do me thonë nuk ja dilin pa fund. Dhe ashtu pasi jetuam vite të tëra, decenje të tëra, dha Zoti që une mua ajo ëndër, ajo dëshirë të më realizohet nga vitet e 90 pasi që këtu ndryshoj çdo gjë pas ardhjes së demokracisë, edhe erdhi puna që të vinë ta vizitoj edhe Radomirën. Shikoj këto festat që i bënit Radomirës, u uroj edhe paçi gjithë një feste edhe njerë them mirë kalofshi, uroj i përshëndes gjithë organizatorët e këtij eventi që edhe në të ardhmen shpejt dëshirën që kështu të vazhdoni. Me ndërqoshi, faleminderit edhe ju shumë, faleminderit për respekt. Xhelil, një dorë të vite për Xhelilin, tani do të aftoj Arif Madanen, do të ullet këm kryq këtu në këtë livadhen e bukur, se sot më duket sikur prezantoj spektaklin në skenën më të lartë në botë, afro 2000 metër. Kjo është skena më e lartë, nuk ka skenë më të lartë në asnjë vend botës se sa kjo ku boni festen ju. Ndaj një dorë për këtë se i boni dhe gjërat interesante për tjerët, bravo. Por cila është kënga që do këndoj Arifi? Është një këngë natyrisht patriotike që përkujton luftën e popullit të Kalas kundër Dervish Pashës në vitin 1881, që kishte ardhur në ushtrinë e tij të mposhte lidhjen e Prizrenit, Dibrën dhe gjithçka tjetër. Por natyrisht që këtu i doli drelli. Dhe Jahe Selmani ka bërë tekstin e kësaj këngë, poeti i njohur Jahe Selmani, që do ta ndiqni mbi gur, këngë mbi kep. Le ta dëgjojmë bashkë me zotin Fatmir Daku dhe Arif Madana. Dorë të vini për artistët tanë.
Kam rrugën a bën me ardh, të bije do ta bojm kalane. Por me
Mirë Dali Hoxha një dorë rokitje. Respekte, jam përpjek të ndëroj këtë njeri, se kjo është si ai unaza e Florinit i mëllum me plohën. Po zhina bre burë, a di qa vargu ka kjo ajo. Po shatë mos harosi e di branë shkje ka bo. Por zotin po. A e kam gabim përveç 276 këngë dhe tjera. Qa do nga bësh sot munin në shpinë tane këtu? Ja 2 krime të mjet për të shtuar nostalgjin bashkë fshatarëve të mi. E para është për Virgindjen, e dyta është për Muharrem Shehu që nasit të filmin të kurti shkollës, me një bezë të shkoshme faqet mojit, edhe për Krojnë Beleshic. Ju lutëm me dëgjoni se është gjera të reja. Veç në vendlindje thahet loti, Radomir sa fort të dua, qem përkunde qysh në djep, që i vogël me këmsue, pushk e pen në një stek. Djemë të tu kudo që shkuan, në gjithë botën anë mban, emrin tënd e kanë nderue, si shënderohet babë e nanë. Por Radomira e ka një hall, edhe shpesh është e mërzitur, se për ju ajo ka mall kërkon djemët që i ka rritur. Mos ka roni kudo që veni, se vetlindjes borgji keni, ka nevoj për ju vatani, ndaj dhe ranjet mos ja thani. Radomir zemër bujare, sa ke prit e ke përcjell, sot ke shtru sofrën e madhe, bi e bia i ke mbledh. Kush kurat ka qef me shkuhe, dan nga dal të në gjitë luginës, s'ka dërman pa me kaluhe në tokë dhe kume të Radomirës. Me dha shpirti, Radomira tret, roth kjo pes që sot në mblodhi, se të parët lën amaret, dhe që në lindje thahet loti. Bravo, e bukur, veç në lindje thahet loti. E ka thonë, të vërë. Dhe për një mik timin që kam këtu, që dua ta falenderoj që kanë ndihmu Dibrën dhe Tiranën në çdo aktivitet sportiv, kulturor, artistik dhe shkencor. Shkëlqim Kupa. Nëse është këtu, i qoj një falenderit dhe i them Zotit shtoft jetën dhe të shtoft kuletën. Se një gjova që edhe këtë vit është sponsor bashkë me familjen Dako dhe shumë familje tjera është sponsor këtu.
Po ti që ke talente, mëj vajzë, që ke talente, të urej Gjaxhi dhe Frim suksese dhe uroj të prezentoj në festivalin Bash Shqiptar. Duar të gritje për Dafinën dhe për familjen Daku, faleminderit. Gjithëve respekte, se cilin nga ju, çdo familje, në njoje. Tani ashtojmë pak e dasmat tona një herë një kohë, me cull e me lodër. Are të kërcim një ta bëjmë këtë dasën madhështore dhe t'i ftojmë të gjithë bura, gratë, djemë e vajza të kërcim, të da hapim gjithë të. Ju lutëm vajza dhe djemë, ju lutëm. Hapni këtë vend bukur këtë shesh natural, me këtë bar natural që i vjen era e çdo zemër, e çdo shpirti këtu, e kësaj treve këtu, lagoni pak, zonja dhe zotri. Dua një dorë trokitje për artistët bio. Artistët bio me Cule me lodër që Met Ramadan Sula jep një përshëndetje për Qemal Sufër në pamundësi për të marrë pjesë në këtë fest për arsye shëndetësore. Faleminderit. Fillojmë zonja dhe zotri të këndojmë e të kërcejmë e na qoftë për herë kjo dasë më madhe. Hajde burra dhe gra, hola! Kujtoj që pas valës do t'i ndeshën futbolli 10 minuta, me orën 13 shtrohet kuka. Okej, pas valës është ndeshën futbolli 10 minuta kuk, dhe vetëm pastaj do shtrohet drejt. Ose futbolli kalon që kuku do që qenë. Gëzuar festën e Radomira, gëzuar! Are kërcej që të doqë pres për fëndi. Kjo të gëtë salvare është Radomira. E vjerë dhe baza që ka. Ma tjetër paqet cigare, më në shumë mishë dhe paqet cigare. Në në shumë mishë. Pura në tonë, në paqet cigare. Në tjere paqetër.
për herë. O Sandomi, kof për herë. Are Petrit Gjorgji. Ova, are Bashim Dollari. Kof për herë, kof. Kotarja, ore të shemo ore dhe shektu. Përshëndetje. Përshëndetje e mirë se u gjeta. Të frimet e Ramazanit, fakt gjithë kohën spikat. Unë u shmanga pak se
poezia është e imja, ti të bëhet shpretët në këtë botë. Qemi në këtë botë, frymor nga lindar, me qëfar quhet pasuri me vlerë dhe sarë, ajo që në pas ronë për sa kohë, një shekull shumica tek tuk 5-6, vjen shpejt ajo dita shëndrohen në kashtë. Kërkojmë arsye, kërkojmë fajtorit, pse mbetëm jashtë, kur themi e gjetëm, nuk e që humbasim si që bëra në kashtë. Po unë frymori pa frym, ka blota do me ikë, drita që nga shtezur, do fiket një ditë, veç betet mas ka unë, veç hirit tjetër zdyrë, ky trup do kur, zorë se do magji, në raftet e parës, pa histori. Historia juaj do flasë, prezë në prezë. Zura në përshëndes, zura prezë. Falenderoj dhe ti. Ju përshëndes të gjithëve. Jeni jetë në aspekt me një tjetër. Na jam një shumë dhe përshënje. Ju uroj që ditë të tilla, festa të tilla, boshi, gjithë jetën tuaj, roshi, të gjoshi, sabani, baramit, Bodomira, në fakt, është vendi partitës, është vendi me futës, është vendi me mifatën, është vendi Andaj të lëmë dojë ndash, andaj i lutëm artistëve, që të amkytën për pak, që të vazhdojnë prap, amkytën për pak, të vazhdojnë prap, andaj. Bravo, ju lumshin durt, kënd e në gjoja. Respekte. Falenderoj dhe atyre që kërcyen, dash kupa e ftoj të vi këtu, sepse do t'jetë krye gjyqtari i ndeshjes më të bukur që më të keni parë në futboll, që luhet në Amerikë, në Kanada, në Meksik, por luhet edhe në Radomir. Dakord? Shikoni sa ndeshje është kjo. Ka marrë Hasani kupën prej Tirana e ka fut këtu. Hasan ku e ke kupën? Na jep. He kupën këtu. Sepse sot kupa Radomira. Kush do ta fitoj këtë kupë sot? Dash kupa? Majmiri. Po përshëndetje gjithë. Ndeshja e futbollit mua më duhet se është bërë traditë. Ka qenë kohë më herët dhe për festat e Bayramit. Kemi vazhduar edhe tani. Besoj që jep kuptim akoma më shumë festës. A shiko do kemi në fush? Në fush do kemi 2 ekipe, është Mahalla e Poshtër, ose Çenjeva me të bashin poshtë, dhe Mahalla e Epër, Tesi, Sërdoku dhe Radët bashkë. E ke pa do të vështirë ta bësh formacionin? Po, ka konkurrencë, ka shumë që duhen të luajnë dhe luajnë mirë. Megjithatë e kemi gjetur gjuhën dhe tani besoj do të jetë një ndeshje e bukur. Do të jetë në transmetim të drejt për drejt në radio televizionin shqiptar. Kujdes. Të dashur dëgjues, ju përshëndes drejt për drejt nga stadiumi i Varreve të Vashës këtu në Radomir, rrës Korabit madhështor, ku djemtë e Radomirës do të provojnë të luajnë futboll. Kush do të fitoj sot? Bashkim Domallari po përgatitet të bëj skuadrën e tij, ka shumë emocione. Bashkimi ka filluar përgatitet ka 1 muaj, ka paguar skuadrën me 100 euro në ditë, çdo ditë. Të shohim se si do shkoj sot. Topi, siç e shihni, është me ngjyrë të bukur që dallohet nga bari, është janë djemt futbollist. Po ta mundim thot kapiteni, të shohim çfarë ndodh këtej. Këtë është Mahalla e Epër në këtej? Apo, ta? Kjo është Mahalla e Poshtër. Kapiteni skuadrës cili është? Kapiteni, përshëndetje, si quhesh? Ramazan. Ramazan kush? Ferhadi. Kapiteni Ferhadi, zoti Hoxha deklaroi që do fitojnë. Juve çfarë prisni sot? Një fitore, sikur vjen. Se kush fiton, hajde zhije.
Se një fiton, jo dy. Largojmë fëmijët, ju lutëm fëmijët, nënave, baballarve, ju lutëm fëmijët, motrave, vëllezërve, se që flaku bje i top, edhe gati pastrohet fusha, kameramani i njohur, zoti shefit. Presim nga do të luhet topi i parë, 5 minuta pjesa e parë, 5 minuta pjesa e dytë, është ndeshje simbolike kjo, apo jo zotni në Rum, në si që të shoftu. Respekte për familjen tuaj, respekte. Okej, përgatitet ndeshja, gjyqtari Dash Kupa i ardhur nga UEFA, ka bërë gati Bilbilin, Bilbili vjen nga kampionati botror. Do gjojmë lojë normale. Sa të zjedesh? Topi i këtyne, ju? Juve? Andej si qeni, mahale poshme, mahale jetën. Regjia gati, fillojnë transmetimin e ndeshjes. Zoti Ferhati ka bërë topin e parë, më falë se zva djemë atjeve, por një goditje e parë vjen nga mahalla e përme. Shohim në rivënjë nësore, vazhdojnë një top në qendër fushës me kokë, qendër mërësi daluar aty, i qetë futbolistin, topi ka dalë jashtë, vje sansore, janë 2 futbolistë me uniformën e kuqe, goditje fort, jashtë, rivënjë nësore, thash keni kujdes të i nofu, në i hu. Vazhdojnë loja 0-0, minuta e 2, një aksion për mahallën e përme, Gjuan jashtë, momenti pa i vështirë në port, që nuk e ndryshon rezultatin, 0 mahalla e poshme, 0 mahalla e epërme. Ja një goditje tani të shojnë, një shmangje shumë e bukur. Ka gabuar futbolisti me bluzën e kuqe, një momenti vështirë për pa portës, ka ndërhyr Hoxha, e pa besueshme, nuk është shënuar gol, të shojnë prap. Ka Demollari, ish futbolisti Suleman Demollari, pas ka dhe Demollari këtu, ishte gol? Jo, 0-0. Ja portieri Demollari, te kemi portierin Selmani, portierët pak të Rimsova, vazhdon loja. Një tjetë ka shëruar, si qysh. Demollari ka shëruar, Demollari në port, Demollari në sul, 1-0, mahalla e përme, bravo, në dimote me jesë si jo, bravo. Vazhdon rezultati 1-0. Ka marrë tjetër situatë, emocione këtu në stadiumin në Vallet e Vashës të Radomir, Busko Rabi. Ja një momenti vështirë përsëri për mahallën e epërme, Gjuan. Por ka të hyrë një gjigant aty, e ka larguar topi, ja. Në moment tjetër vështirë, Ansore, rivënja Ansore. Po gjirohet nga kameramania më e vogël, ja ku është, i duar të vite për operatorën më të vogël të stadiumit. Në vajë shumë simpatike. Po, vazhdojnë rezultati 1-0, faleminderit Aurel për vëmendjen tënde, duke më ndihmuar. Gol, përsëri Demollari. Demollari ka shënuar golin e 2. Mahalla e epërme 2, mahalla e poshme 0. Minuta e 4, ka dëshuar shifrat shumë shpejt. Portieri Selmani është thyrë 2 herë nga Demollari, një emër shumë madh i futbollit shqiptar, i cili ka qenë në Kalat Dodës para një viti dhe ka hëngër drejt në lokalin Ujmira në Radomir. Ndërhyn gjyqtari, ndrojnë portat, duar trokitje për futbolliste. Dhe tani 2-0 rezultati, është i kënaqur, shoh të kënaqur të lumtur kapitenit. Është herë e tretë që e fitoni. E kupton. Gati, a do të kemi gol nga mahalla e poshme, në vënja nësore, apo një pak. Ja dhe kameramani këtu latë sa bukur, sa pami është ka sot këtu. Përshëndetje, si ndjesh sot? Qa po të përqenë në shumë? Ndeshja sot me dhe të shkati. Andej dhe ty që ke delë shumë si për... Amir? Luat futbol ti? Ka. Të përqenë futboli? Unë do t'jap një topë dhurat ty pastaj. Dakor? Do t'ta bëj dhurat. Okej. Vazhdojnë, gol? Jo. Ndorin gjithë portieri Demollari e ka larguar topin, vazhdojnë rezultatit 2-0. Ja një gjytje e fort në rivënja nësore. Ju përshëndes, ju përgëzoj për këtë organizim, vinë nga Prizreni i lidhjes shqiptare.
Gol 3-0, por kemi një tifoz nga Prizreni. Dua trokiti për Prizrenin. Sa shumë miq ka Radomira sot këtu. Opa, një moment i vështirë. Të shohim çfarë ndodh jashtë. Ishte jashtë. Nuk u shënua gol. Vazhdojnë emocionet e kësaj dite të bukur. Bashkim Dëmëllari shumë i tensionuar. Deri tani e avantazh, riqet. 3-0. Vazhdon loja. O, qa bukur e ka bërë këtë veprimi ky djali, shumë bukur. Vazhdojnë në veprimi bukur i Dakut, drejt në duart e portierit Dëmëllari. Hoxha ka ndërhyrë gjyqtari, mbyllet meshja, 3-0, fiton skuadra e Mhalës së Epërme, vjen kupa, rështori Dashi, rështori këtu këtu, bën kupën, vjen kupa, në ndeshjen finale të kupës Orabi Radomir, fiton Mhalla e Epërme me kapiten Zotin Hoxha. I dorëzohet vjen trofeu, ade këtu, ja e sjell ky Ronaldo i vogël. Jepja kryetaj, e dorëzon kryetari i shoqatës Orabi Radomir, doktor Hasan Domi, kapitenit Hoxha. Kemi dhe medaljet? Atëre kemi medaljet, Dashi, jep medaljet ekipit të vendit pyet. Grave DJ që në shoqën në muzikën e botrorit, bravo, kompliment dhe korap, Laurel, kompliment. Asë redrëshoja se po të shumë, bravo. Në muzikën e botrorit, në kalat dodi, sa bukën, në Radomir. Vazhdojnë. Bravo. Ekipi fitues, kapiteni në fund, vazhdo. Mene medalin, kaloni këtu dhe kaloni ande. Si quhen ekipi fitues, nuk e me mjellë? Arbit Dëmëllari. Për trokitë për Dëmëllari që shërët të golla. Ariel Dëmëllari. Që Dëmëllari i një? Dëmëllari dhe ti? Gjelit Kupa. Sabri Hoxha. Ekipi fitues. Dhe me trokitë të tuaja, dorëzojmë trofeun fitues ekipit Mhalla e Epërme. Mjeshtri Krap, ja, që vjetë tu për që takuar, për të përshëndetur. Mjeshtri Mari Mundës Shqiptare, sekretari i shoqatës kombëtare të Mundës Shqiptare, ka ardhur sot si mik nga Radomir. Dhe për mundi vitin tjetër, premton shoqata edhe ndeshjen e Mundës ta bëjë këtu. O sot ju! Ekipin e fitores, Mhallën e Epërme, parasisht se në dëshiroja që fiton dhe Mhalla ime, kjo është Mhalla poshtë. Nisë si një ime më mirëve, ishë një Mhalla e Epërme. Përgja ka në Dashi të bu, dhe së dhe përëzajnë kupën, së është ta njerë jonë, dhe përshëndesit dhe të një shjari. Kua të rëgjit përëzajnë kupën, mushtrime për hundje që pati, dhe kjo kupë shkon që pas kapitenit Sadir Hoxha, për të rejnë e tyre, antarin e kryesis, Zaim Kupa i kishtë në kryetar i bashkisë Kans.